Përshëndetje, sot po përgatisim një recetë tepër të mirëshme gurabia për me çaj. Fillojmë. Fillimisht për me përgatitë recetën, na nevojitet një vezë e plotë. Vezat që po përdori është mesatare. Vazhdojmë të ushtojmë 200 ml ujë, 200 ml vaj. Edhe për me përgatitë recetën përdorim gotat e njëjta. Këtu ushtojmë një lugë e gjys kafeje me kryp. Mandej shtojmë 3 lugë të gjellës me sheqer, edhe uthull sallate 9%, 2 lugë të gjellës. Mandej vazhdojmë i përzim me lugë derisa këto krejt të përzihen, të filloj të tretet sheqeri edhe krypa. Janë tepër të mira qeshme, por çka është me rëndësi se shkrihen në gojë. Pra provoni recetën për ta kuptuar edhe këtë sekret. Një gotë të çajit me miell të misret. Mandej shtojmë miell, gruri, edhe këtu po përdorim fillimisht 4 gota, pra thash gotat janë të njëjta nga 200 ml, e pastaj në fund do ta shoh a do të ketë nevojë me shtu edhe pak miell ose jo. Vazhdojmë edhe shtojmë një pak o pluhur për pjekje, edhe fillojmë edhe e përgatisim brumin për këto gurabia që bëhen shumë të sheshme, më të mira se sa me i blej. Duke i përzi kështu e formojmë edhe brumin. Këtu brumi është pak i butë, prandaj unë duhet me i shtu edhe pak miell, edhe gjys gote me miell. Pra ju do e kontrolloni miellin sepse mbaret nga veza që e përdorni. Nëse është e vogël do të mjaftoje, por nëse veza është për shembull më e madhe se sa kjo që e kam përdorur unë, mund t'ju shkoj më shumë miell. Prandaj miellin do e kontrolloni kështu me dorë. Edhe tash po e shikoni që unë i hodha 4 gota e gjys miell, edhe brumi është ashtu siç duhet të jetë. Po formohet brumi, kjo do me thonë që është krejt në rregull. Pasi brumin e kena përzi mirë, edhe tash vazhdojmë i formojmë edhe gurabijat e vogla. Kështu i bëjmë të vogla shumë, ja pra, të themi kështu sa një kokër are. Tash këtu munden me na dal shumë, pra një tepsi e shpëretit të rrymës, na mbushet plot me këto gurabia, por janë të mira për me çaj, por edhe kështu për me kafe, ose si të doni jo, mundeni me i hangër. Pra, fillimisht ne po vazhdojmë kështu derisa të përfundojmë me krejt brumin. Mendoj që ndoshta deri dikun 50 gurabia duhet me dal pra me këtë sasi të brumit, por krejt në fund ju e shikoni që po mbushet një tepsi plot. Pasi kena përfundu, gurabijat janë gati, vazhdojmë i lyejmë me të verdhën e vezë. Vetëm me të verdhën, edhe tash, pasi t'i lyejmë me të verdhën e vezë, mbi ju shtojmë edhe fara, unë do të përdori fara susami, e mandej do i laj këto që të piqen në temperaturë 200 gradë, duke i kontrolluar, pra furrën e shporetit do ta nxehni në temperaturë 200 gradë, mas pakti 10-15 minuta para se me i shti me i pjek. Pastaj gurabijat do i laj që të piqen për afërsisht 15 deri në 20 minuta, por ju do t'i kontrolloni, kur fillojnë me u skuq, do t'i largoni nga furra. I leni pastaj këto që të piqen, edhe krejt në fund do t'a shohim se sa të shkrefta që bëhet kjo recetë. Pasi i kam pjekur, edhe tash po duken kështu, pra janë skuq mbi pak. Shikoni se sa të shkrefta që bëhet, se kështu po ju tregoj unë me fjalë, por kur e shihni ju vetë se sa të mira bëhen, bile këtu janë të nxehta, e kështu kur ftohen pak edhe më të shkrefta edhe më të shishme bëhen. I leni të ftohen për afërsisht një gjysore, mandej mundeni me fillu edhe me i hangër. Por edhe të nxehta kanë shije, mirë po mua më pëlqejnë pak më të ftohta. Provoni recetën dhe na shkruani në koment si ju pëlqejnë, të ftohta ose të nxehta. Prandaj kështu këto gurabia janë shumë të shishme, mund t'i leni edhe t'i ruani për 2-3 ditë, nuk prishen, vetëm se mos i shteni në kese frizi,
sepse pastaj do ju zbuten edhe e hupin atë shijen që e kanë kështu siç duhet të jenë. Pra bëhen më të mira se me i ble. Provoj recetën. Mirëmbëjtje.